Your life is your story. No one else gets to write it, no one else gets to define it. Every choice you make, every risk you take, every dream you chase, it's yours. People will doubt you, judge you, misunderstand you, but it doesn't matter. This is your journey. Moralisht. Adi Kostana, ky është një diskutim që ka nisur në ferm, Buzljanit, si qepe, nga Soni, nga Vlerë. A u zgjua sapo Kostana? Sepse Moza unë e kam tu dhe akoma nuk e kam dëgjuar çfarë mendon Moza, ndërsa ju keni marrë shtizat, keni thurur një histori, por në fakt jeni duke folur për veten, si ju e perceptoni si ju do e ndërtonit. Dhe më vjen shumë keq dhe është pak edhe shëmtuar gjithë kjo insinuat që jeni duke u përpjekur të bëni. Cila është insinuata? Insinuata e një dashurie, jo po një grua, jo po duke e moralizuar, duke e nxjerr nga konteksti, ndërkohë që Kostana e shpjegoi shumë qartë. Nëse ju nuk keni ta mbaroni pak të lutem, nëse ju nuk keni kapacitetin intelektual dhe shpirtëror për të kuptuar se çfarë thot Moza, mos e zvogloni dhe e bëni kaq banale dhe vulgare ato për të cilën po flitet. Sepse sinqerisht shumë e shëmtuar kjo. Atëherë, vin nga ferma. Dhe nëse ferma që vin nga ferma, juve nuk ju pëlqejnë, më vjen keq, ky është problemi juaj, nuk është problemi opinionistëve. Kështu që ka të drejtë Arbana apo Kostana? Për temën që ju keni thënë. Moza, kisha një fjalë të fundit Erman me që je artist. Po. Artistët nuk janë si gjithë njerëzit që s'merren me art. Artistët, po flas artistët që janë artistë në shpirt. Mua Adi më ka thrit muza dhe e bëri këtë sepse performonte me mua, ka bërë muzikë me mua dhe a ka të drejtë Ermali apo ka të drejtë Kostjana që ja vjeu Ermalit? Ke unë këtu në fermë. Dua të di se çfarë mendon për të gjithë situatën. Ti ishe ajo që fillove e para duke hedhur insinuatat, pastaj nuk të dëgjova dot më zërin fare sepse kishte shumë zhurmë atje. Po sepse unë e kam parë nga fillimi si gjë, i kam parë edhe nga çmimet, normalisht që ne e kemi parë, domethënë lojën që kanë bërë të dy, ka qenë ajo dashuria platonike që e ka vazhduar Moza etj. Platonike unë kisha aty përpara syve. Po tash ti ashtu jo, kshu jo, si e ke? Herë thu kshu. Ka të drejtë Sonja apo Moza?